Pas shumë vite shpritje, 820 kryefamiljarë të Bashkisë së Re të Shkodrës morën lejet e legalizimit të banesave, ndërkohë që numërohen 22.350 familje që presin të mbarojë procesi. Në momentin që janë 22.000 që kanë shkelur ligjin, do të thotë që faji është ke ligji, sepse nëse ligji do t'ju kishte dhënë mundësinë se si të ndërtonin dhe ku të ndërtonin, nëse qeverit në gjithë këto vite do ju kishin thënë se ku duhet ndërtuar dhe ku s'duhet ndërtuar, jam i bindur që nuk do ishin kaq. Kreuja Luizit Artan Lame nuk la pa shënjestruar punën 8-vjeçare të demokratëve, ku sipas tij në Shkodër në 2 mandatet qeverisëse janë ndarë vetëm 1385 legalizime. Nuk i bën sepse po të mos shikonin xhepin nuk të pyeste njeri se je gjalla se ke vdek, dhe e dyta që është më e rëndësishme, gjithmonë PD-ja i ka parë këtë kontingjent si njerëz të vetit që thoshte ti mbaj varur që ti kem pas vetes. Po ja u bëra këtë gjë, do më kërkojnë tjetër gjë pastaj. Do i kërkojnë, po i bëra legalizim, do më kërkojnë rrugën, po i bëra rrugën, do më kërkojnë pastaj ujësjelljen e kështu me radhë. Për ndërtimet pas vitit 2009, që ligji i legalizimeve i përjashton nga procesi, Artan Lame bëri me dije se po punohet për gjetjen e zgjidhjes, ndërsa zona e Vilipojës, që numëron rreth 2000 ndërtime informale, shumë shpejt do ketë alternativën për kryerjen e këtij procesi.